Përshëndetje, jemi sërish së bashku këtu për zgjedhjen e ushtrimit 7, rendit nga më i vogli tek më i madhi numrat ABC, ku A është e barabartë me 2 në fuqi minus 1, B është e barabartë me 2 në fuqi A, C është e barabartë me 2 në fuqi minus A. Dhe ju jep 3 alternativa. Më falni, 4 alternativa. Atëherë, çfarë do bëni? Ju duhet të gjeni sa është saktësisht vlera e A-s, sa është saktësisht vlera e B-s, sa është saktësisht vlera e C, që më parë të jemi në gjendje t'i krahasojmë ato, sepse siç e shikoni, në këtë trajt që janë ne nuk mundemi t'i krahasojmë. Atëherë A në fuqi minus N, ju kujtohet është e barabartë me 1 për mbi A në fuqi N. Duke zbatuar këtë veti, çfarë bëni? Ju shkruani që A është e barabartë me 1 për mbi 2 në fuqi të parë, pra A-ja vetë është e barabartë me 1/2. Shkojmë tek B e barabartë me 2 në fuqi A. Atëherë B-ja varas me 2 në fuqi. Sa i gjetëm A? 1/2. Pra 2 në fuqi 1/2. Çfarë kujton B në fuqi 2 në fuqi 1/2? Na kujton që B është e barabartë me rënjë katrore të dyshit. Vazhdojmë tek rasti 3. Rënja katrore e dyshit është afërsisht 1/4, pra me afërsi. C-ja është e barabartë me 2 në fuqi minus A, pra minus 1/2. I shkruajmë edhe këtë në bazë të kësaj vetie, që C-ja është e barabartë me 1 për mbi 2 në fuqi 1/2, pra C-ja vetë është e barabartë me 1 për mbi rënjën e dyshit. Në qoftë se këtu shumëzoni rënjën e dyshit me rënjën e dyshit, atëherë do dalë afërsisht e barabartë me, për të zhdukur rënjën nga emëruesi, do të dalë rënja e dyshit për mbi 2. Pra rënja e dyshit që shumëzon rënjën e dyshit do na japi 2. Dhe rënja e dyshit, ky quhet veprimi një vlerë, pse? Sepse nuk ja ndryshon vlerën shprehje, sepse shumëzova numëruesin dhe emëruesin me një shprehje të ndryshme nga 0. Rënja e dyshit për mbi 2. Pra rënja e dyshit për mbi 2 është C. Pra rënja e dyshit për mbi 2. B-ja është rënja e dyshit. Por rënja e dyshit e ndarë në gjysmë, pra kjo që është C, që nga më e vogël se rënja e dyshit që është B. Por kemi edhe A të barabartë me 1/2. Atëherë, A po e kthej të barabartë me 0/5, rënja e dyshit është e barabartë me B është e barabartë me 1/4 dhe C-ja është e barabartë me rënjën e dyshit për mbi 2, pra që nga barabartë me 1/4 pjesëtuar për 2, afërsisht 0/7. Pra 14 pjesëtim për 20 del 0/5 dhe pastaj 7. Atëherë çfarë kemi gjetur? I përmbledhim, njohuri që kemi gjetur. Pra kemi gjetur A të barabartë me 0/5, kemi gjetur B të barabartë me 1/4, pra B-ja rënja e dyshit ishte 1/4, kemi gjetur dhe C të barabartë me 0/7. Atëherë si renditet? A-ja është më e vogël, pra 0/5 është më e vogël se 0/7 dhe kjo është më e vogël se 1/4. Atëherë kush është 0/5? Është A. Më e vogël se kush është 0/7? C. Më e vogël se kush është 1/4? B. Pra barazimi që kërkohet është C-ja në mes, A dhe B anash, pra A, C, B. Pra A më e vogël se C dhe C më e vogël se B. Atëherë ja ku e kemi barazimet. Pra cili prej tyre është i saktë? Është i saktë A. Pra C është më e madhe se A dhe më e vogël se B. Pra ky është ushtrimi i zgjidhur. Në qoftë se ndonjëri nga ju ka dëshirë, e punon ushtrimin në mënyrë të pavarur, pa e parë videon dhe shikon në fund për përgjigjen e tij. Sa më shumë herë të shikoni videon, derisa ta mësoni përmendesh këtë ushtrim.
përmendesh në kuptimin të dimit të zgjidhni vetë atë, pa që nevoja të shikoni video. Pra nuk ka gjë të vështirë, thjesht janë raste të veçanta të cilat duke i punuar dhe duke i dëgjuar çfarë i bëni vetes e ndihmoni atë që në situata të ngjashme të mos ndjeheni të friksuar, pra mos ndjeni panik, mos ndjeni ankth që shiko çka kërkoka ky ushtrim, sepse unë këtë ushtrim nuk e kam parë dhe nuk e kam hasur dhe do të duket shumë i vështirë. Dhe më besoni që ushtrimet të tilla janë nga ushtrimet nga 1 deri tek 13, pra tek ushtrimet që kanë vetëm 1 pikë. Pra asgjë s'duhet në vlerësuar. Edhe kjo një pikë që mund marrësh nga ky ushtrim është shumë i rëndësishëm. Por ama që ta marrësh të duhet shumë punë. Po shkollaj. Atëherë, mësoni vetit e fuqive, mësoni radhën e kryerjes së veprimeve në shprehje të ndryshme, mos u friksoni nga mënyra se si janë kërkesat, po mundohuni të gjeni se me çfarë njohurish lidhen këto kërkesa për ta zgjidhur sa më saktë ushtrimin. Atëherë ju uroj të gjithë suksese nga kudo ku jeni.